Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Golloboc të komunës së Malisheves. 2 vëllezër kanë mbetur të vrarë, ku sipas policisë së Kosovës i dyshuari është dëndri i familjes, ku tashmë i njëjti është në Arati. Sipas policisë së Kosovës, motivet dyshohet të jenë për shkak të një fjalosje. Përveç kësaj, sipas prokurisë themelore në Prishtinë, për të dyshuarin që tashmë është në Arati, në prill të këtij viti kishte akt akuz për dhunë në familje dhe kanosje. Kemi të bëjmë një vrasje të rëndë, për vrasje dyfisht, ku kemi të bëjmë me 2 viktima. Kryesi i kësaj vepre penale është ende në Arati dhe policia së bashku me prokurorin jemi duke ndërmarrë gjitha mosat që sa më shpejt identifikohet dhe të sigurohet prezenca e tij. Tani për tani s'mund t'jap informacione për shkak se duhet të bëjmë verifikimin e këtyre informatave dhe pastaj të dalim me një njoftim zyrtar me qëllim që të jenë informata sa më të sakta. Ajo që mund t'ju them që do thotë në mes vetë kanë raporte familjare, mirë për motivin ende nuk e dim saktësisht, kështu që pasi që të marrim dhëna të tjera më të sakta, atëherë do të dalim me një komunikat zyrtare. Policia është duke ndërmarrë të gjitha veprimet në koordinim me prokurorinë, do thotë për të mbledhur gjitha provat materiale dhe ato personale dhe më pas do t'ju njoftojmë gjithsesi. Faleminderit.